Dashur me që rikthyem këtu në studio, përderisa po am klipin edhe këngën më tretë Lobit, përgëzime Lobi. Faleminderit. Mu duk gjithë shka e realizua në mënyrë gjatë mirë, kështu që uroj të ketë suksese. Po, Lobi, gjatë këngës, në që diti, kjo nuk është skenari im, këtu e kom skenarin këtu, nuk e di qka ka Lobi, apo nga tregon pak? Para se të flasë për të, thash flasë edhe pak për klipin, sekundat shpejt. Unë mendoj që duhet e kalumje mos me oharru. Disa inserte të ushtarve, duhet me vlerësu edhe sot, dhe duhet me qenë mirënjohës ndaj tyne, për me nadasht edhe fuqit jashtë Kosovës, edhe Zoti. Unë mendoj që duhet me pas respektin qysh kur ka ndalë këta për neve që kanë morë pushkën, kanë ndalë në malë, po mënej një këthy shkallët pushkën. Edhe sot i mora këto dokumente, kam lexuar ato që kanë thonë që s'paguajmë tatim ose ku ta dijone. Unë përveç se tatimi që paguaj, i kam këto dikujt, ndoshta s'jam merr mendje, po këto janë dokumentet, kamera nëse mundet, me ofru, këto janë të rrymës, edhe shtëpisë time, edhe të babës, prej 2002-ës, këto janë fakturat të rrymës, kush i din çfarë janë, që i paguaj. Këto janë të ujit edhe mbeturina, i kam këtu. Që që Lobi pagun tatim për shtetin, pagun këto janë të tatimet, obligimet. pa tjetër. Këto janë të tatimet, që pagesat, gjitha i kam, që nga 2005. Po më nej, ma shumë. Shumë mirë, mendoj që ja pa mirë. Edhe rasisht, po mënej, edhe me ndonë një gjë ati, pavarësisht pej marrëveshjes sa e bojnë, po mënej, manageri, mdaja, ose njerë që i kam që punojnë, pavarësisht se sa pare marrë prej organizatorëve, le ta dinë organizatorët, ai që dënë me kontribu për Kosovë, do të më bo pagesa e çdo këngëtarit ose çdo marrëveshje që bëhet. Për arsye se unë kontribuoj për Kosovë, po edhe ata kontribuojnë bashkë me mua. Edhe kështu që nuk kam ndodhe e ndojherë, i përshëndes shumë gjithë organizatorët, sepse në tregu shumë korrekt ndaj meje. Edhe unë asë njerës kam pas një gjatë tillë si që ka ndodhë kë muhabeti fundit. Edhe këto e sërum, kështu që më vjen shumë i që pikrisht emisioni Bëm edhe rubrika WhatsApp dha mundësin me u shprej lirshëm edhe me u tregu gjitha atyre që e kanë mendu të kundërta. Ndërkohë që nëse kemi edhe